Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi sërish në magazinën informative InfoD këtu në televizionin DTV Media. Si po shkon numërimi i votave të kandidatëve për asambleist, kush me kë do të bëj koalicion në balotazh, sepse tani më veç dijen të gjitha komunat të cilat kanë shkuar në balotazh dhe partitë do të shikojnë që të lidhin koalicione mes vete në raundin e dytë që zhvillohet me 9 nëntor, derisa do të kemi ose ka nisur edhe rrjedhja e afatit ligjor për formimin e qeverisë së Kosovës, pasi Zoti Kurti, si fitues i zgjedhjeve me lëvizjen vendosje, është mandatuar nga presidentja e Kosovës. Do të flasim për këtë temë dhe zgjedhjet e mbajtura me 12 tetor, me të ftuarin në studio që do ta kemi vetëm pas pak do të flasim pra me analistin politik Shemsi Jasharin, derisa një lidhje direkte do ta kemi edhe me Valmer Elezin, zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të diskutuar rreth numërimit ose procesit të numërimit të votave të kandidatëve për asambleist që ka filluar ditën e djeshme, do të pas dite në të gjitha komunat ku është caktuar numërimi i votave të kandidatëve për asambleist të cilët kanë kandiduar, por së pari do t'ju njohim me lajmet e ditës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ende nuk ka zhvilluar komunikime me ndonjë prej partive politike për formimin e qeverisë së re, ndërsa kanë mbetur edhe 12 ditë afat për formimin e ekzekutivit. Kurti theksoi se po e bëjnë një plan për një gjë të tillë në ditët në vijim. Lideri i LVV-s është mandatuar për kryeministër nga presidentja Osmani me 11 tetor, ndërsa afati i fundit për të thirrur seancë plenare për votimin e qeverisë është 26 tetori. Liza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim kontributet që kanë pasur fushatat në për komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për balotazhe. Andaj dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë. Mbi 60 autobus do të nisen nga Kosova drejt Tiranës me 17 tetor për të marrë pjesë në protestën e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në përkrahje të luftës së UÇK-s. Kështu deklaroi në një konferencë për media kryetari i OVL UÇK-s Hysni Gucati, i cili tha se për këtë protestë kanë gjetur mbështetje të madhe nga qytetarët, por edhe institucionet shqiptare. Ai tha se tashmë është e konfirmuar që në protestë do të marrë pjesë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s ka bërë thirrje publike për një protestë mbarkombëtare që do të mbahet në Tiranë në sheshin Skënderbej. Ne kemi gjetur mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Shqipërisë, nga institucionet e shtetit shqiptar, por vetëm nga qeveria. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër gjykatës, jo kundër drejtësisë, po kundër padrejtësisë e cila po ndodh në Den Haag tash e 5 vite. Ne veshemi në përfundim të organizimit, protesta na ka mbetur 2 ditë, do të thotë që mund të punojmë, të premten me do të mbahet protesta. Çdo sa nga shku në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne. Mendoj se numri i qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat, e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve, që ne jemi të organizu, të falenderu kryetarët komunave, shumicës që ne kam mundësu transportin. Në mungesë të dëshmitarit, Skënder Muçolli ka dështuar mbajtja e seancës në gjykatën themelore në Prishtinë në rastin ku ish kryeshefi ekzekutiv i Korporatës Energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Skënder Musholli, i cili mban pozitën e udhëheqësit të Departamentit të Tregut të Energjisë pranë zyrës së rregullatorit për energji, nuk u paraqit në seancë për shkaqe shëndetësore. Kryetari i trupit gjykues Arben Hoti tha se në rast të mungesës së dëshmitarit nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës. Ka dërguar një sqarues në lidhje me paraqitjen e tij, mirë po mungesë deri te momenti në pra shtetuar në dokumentacion i kësaj. Kjo i mirë përmbon të themi se njëti është sëmë, nuk po në si të paraqitjen e seancës në shqiptimin. Po ashtu gjykata për konfirmimin e kësaj reforme ka telefonuar dëshmitarin të njëjtën gjë ka aprovuar në të reforme. Konstatoj se nuk janë plotësuar parakushtet për fillimin e shërbimit gjyqësor. Gjykata në realitet shërbimi gjyqësor shkryhet. Ndërsa dëshmitarin Skënder Musholli do të vendoset më vonë, pavarësisht nëse njëti arsyetoi mungesë për një dokumentacion gjyqësor. Në të kundërtën, detyrimit të shkruar për sjelljen e detyrimit përmes policisë së Kosovës. Në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas rurale në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, është mbajtur panairi i produkteve të grave në agrobiznes, ku shumë gra nga komunat të ndryshme të Kosovës ekspozuan prodhimet e tyre vendore. Qëllimi i këtij panairi është fuqizimi ekonomik i grave dhe promovimi i rolit të tyre në zhvillimin bujqësor e rural të vendit. Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Bujqësisë e konsideron thelbësor rolin e grave në shoqëri, jo vetëm si parem moral dhe ekonomik, po si një bazament për zhvillim të qëndrueshëm sociokulturor, ekonomik, ambiental e gjitha tjera. Si qeveria e Kosovës gjatë këtyre viteve kemi tentuar në maksimum në rrethonat dhe buxhetin në diskusion që t'i kushtojmë rëndësi të madhe rolit të grave në shoqëri, sidomos për të arritur targetin e barazisë gjinore. Si Ministri i Bujqësisë kemi hartuar programet, në kodë programet tona për subvencione dhe grante, jemi duke tentuar me ofru masa afirmative të cilat e vendosin në pa rolin e gruas në shoqëri, e sidomos asaj rurale. Kjo është prodhim dikon 70% prodhimi joni, që e bojmë vetë. Na jemi si biznes i regjistrum, kemi fillu që 7 vite, njerë si shoqate grave, mirë po gradualisht duhe po që interesimi i grave për një bashkëpunim mes vete, viket të usbe, dhe atëhere vendasëm e banëm një SHPK, dikon dhe 20.000 kavanoza si vjeti kam. Për kraje, përveç që po e subvencionojnë këtë kultivimin e specit, tjetër për kraje, po ma shumë kemë prej organizatave. Është disa ta herë, nuk është që marrë pjesë në herën e parë, por është disa ta herë, edhe si biznes, po edhe si shoqat. Në këto panaire, më thonë, marrim pjesë çdo herë. Po ne edhe, do me thonë, nuk në shpenzojmë përveç se merrem vetë me bletun, edhe kjo është mjarë që ne kemi në shtëpi, e sillim këto thjesht na bëhet një reklam për biznesin tonë. Dim çka konsumojmë të paktën konsumatorët tonë, që mos të importojmë ma shumë, po të prim prodhime vendore. Kur je pjesë e një panairi, je për krahë një mënyre. Krijimtaria muzikore në Kosovë tani e tutje do të jetë më mbrojtëse kur. Pikërisht për këtë, sot u bë lansimi i organizatës për menaxhimin kolektiv të drejtave për muzikë, një bashkëpunim mes Ministrisë së Kulturës dhe Sportit dhe Kosova Music Rights Society. Figura politike, artist, prokuror, avokat u bashkangjitën në këtë event në përpjekje për të përkrahur këtë nismë. Ndërta ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se kjo çështje i takon edhe aspektit moral përveç atij ligjor. Sot po shënojmë një hap që shkon përtej muzikës, sepse në thelb të kësaj nisme të krijimit të Kosova Music Rights Society, apo akronimi KMRS, dhe punës që i pret përpara, qëndron një ide më e madhe. Ajo e të drejtës për të zotëruar frytin e punës sonë.
për të fituar edhe autori nga dobia publike. Kjo nuk është vetëm çështje ligjore, por edhe morale, kulturore e filozofike. Shoqëria që e njeh dhe e mbron krijimtarinë është shoqëri e cila beson në vetvete. Shoqëri e cila beson në të tashmen dhe në të ardhmen e saj. Po ashtu është shoqëri e cila edhe i respekton artistët e vet përveç se i don ata. Autorët dhe kompozitorët nuk janë gjithmonë interpretues apo figura publike. Edhe ata që janë nuk do të jenë gjithmonë dëshirën të performojnë në klube note apo në koncerte. Shpesh veprat e tyre qarkullojnë dhe bëhen pjesë e një ekonomie pa praninë e tyre fizike. Kur një autor, kompozitor krijon një vepër, ai duhet të kompenzohet për atë. Kjo është drejta e autorit. Kjo nevojë urgjente për mbrojtjen e të drejtave të autorit solli pikërisht lindjen e organizatës KMRS. Prindit e rreth 240 nxënësve të shkollës Asim Vokshi, të cilët po mbajnë procesin mesimor në shkollën Zenel Hajdini në Vranjes, po kërkojnë që të kthehen në shkollat e tyre pasi konsiderojnë që është një pasiguri e madhe për ta rruga deri në shkollën tjetër. Nxënësit janë dërguar në këtë shkollë nga Drejtoria Komunale e Arsimit për të mbajtur mësimin tërditor, të cilët ende nuk e kanë filluar pasi që shkolla nuk i ka plotësuar kushtet e mësimit tërditor. Shqetësimi jonë kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Pasi që rruga, cilën e përshkruajnë fëmijët, është e ndamen përmes magjistrales, Prishtinë Podojeve, e cila është rruga ose magjistralja më e ngarkuar në Prishtinë. Para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentuar një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Komplet shkolla Asim Vokshi është do të thotë është bardh këtu. Me detyru thjesht dikant me ardhë me marrë, na u kanë ndrodhur dhe neve jeta komplet. E kam mamin pensionera, ajo është shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di jam unë arrin dhe këto, do të mi kalu disa rrugë. Shikues nderuar, jemi kthyer në studio pas këtij bloku të lajmeve, ku tani do të kemi një lidhje të drejt për drejt me Valmir Elezin, zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të diskutuar rreth numërimit të votave të kandidatëve për Asamblenë Komunale. Zoti Elezi, po më dëgjon? Po, përshëndetje Vadin. Përshëndetje edhe juve. A mund na jepni më shumë informacioni, zoti Elezi, se si ka shku procesi nga dita e djeshme kur ka nis votimi i votave për Asamblenë Komunale të partive politike? Po, fillimisht për ta shpjeguar proceduralisht, pas përfundimit të procesit votimit në vendvotime dhe pasi është bërë numërimi i fletvotimeve nga zgjedhjet për kryetarët komunal dhe i fletvotimeve për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvendet komunale, materiali zgjedhor është tërhequr nga këto vendvotime dhe është grumbulluar në 38 qendra komunale të numërimit, pra nga një për çdo komunë të vendit. Gjatë ditës së djeshme në mesditë dhe pasdite ka filluar procesi i cili parashihet në qendrat komunale të numërimit, siç është numërimi i votave të kandidatëve për anëtarë të kuvendeve komunale, si dhe verifikimi i rezultateve nga formulare që janë plotësuar në vendvotime, pra i rezultateve të subjekteve politike dhe të kandidatëve në garë për zgjedhje për kryetar të komunave. Ky proces ka filluar fillimisht do thotë në 35 komuna në 35 qendra komunale të numërimit. Gjatë të hënës në mbrëmje në njërën prej tyre në hanin e Elezit ka përfunduar numërimi dhe procesi tjetër i verifikimit, ndërkaq ka vazhduar në komuna tjera. Aktualisht, kur po flasim, vetëm në 3 prej qendrave komunale, në Prishtinë, Klokodë dhe Podojevë, ky proces nuk ka mundur të nisë për shkak të disa problemeve që ka pasur me internetin e dobët, i cili ka pamundësuar që në ekranet që janë të vendosura për vëzhguesit të shfaqen pamjet nga numërimi i cili bëhet në tavolina numërimi dhe që regjistrohet me kamerat të cilat janë të vendosura mbi çdo tavolinë numërimi.
Marë në përgjithësi janë në qendrat komunale të tjera ku është zhvilluar procesi i numërimit, janë me qindra vendvotime që kanë përfunduar këtë proces dhe po vazhdon pa ndonjë problem numërimi i vendvotimeve të tjera. Po, sa komuna e përmendet vetëm Hanin e Lezit, sa komuna tjera a ka përfundu dikun tjetër numërimi i gjitha votave apo është afër? Edhe sa do të zgjas ky proces? Po, edhe komuna e Jonikut do ta përmbyllë së shpejti procesin e numërimit të votave të kandidatëve dhe verifikimit të rezultateve nga zgjedhjet për kryetar komunal dhe rezultate për subjekte politike nga zgjedhjet për kuvendet komunale. Pra, pastaj, natyrisht do të shohim sëri në komuna të tjera se si po shkon dhe cila prej tyre të tjetë radhës që do ta përmbyll këto aktivitete që parashihen me ligj dhe aktivitete dhe akte në ligjore të KSZ-s. Besojmë që brenda disa ditësh do të përmbyllet i gjithë ky proces, jo vetëm në të gjitha qendrat komunale të numërimit, që pastaj si procedurë e ardhshme është që të kalojmë nga këto 38 qendra në qendrën e vetme, e cila është qendra komunale e numërimit, ku bëhet numërimi i fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës, i fletvotimeve nga votimi i personave me nevoja të veçanta dhe i fletvotimeve nga votimi që është mundësuar në 54 vendvotime me kusht. Po, këto 3 komuna që nuk ka filluar ende, zotë Elezi, sonte do thotë pritet filloj, është gjithçka në rregull, është rregullu? Po, përpjekjet e zyrtarëve të KSZ-s që merren me teknologji informative janë që sa më shpejt do të gjatë ditës së sotme të mund të fillojmë procesin në këto qendra komunale të numërimit. Pra, për ta shpjeguar më thjesht se çfarë konkretisht është problemi i cili është paraqitur, pra në këto QKN-t në Prishtinë, Podojevë dhe Pllofat, ky proces nuk ka mundur të zhvillohet ashtu si në komuna tjera për shkak të rrjetit të dobët të internetit, i cili pra pamundëson transmetimin e pamjeve nga kamerat që janë të vendosura në tavolinën e numërimit ku prezantohen fletvotimet, sepse siç mund ta avreni në afër çdo tavolinë të numërimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur edhe një ekran të madh përmes së cilit pra do të shfaqen pamjet nga procesi që zhvillohet në tavolinën e numërimit. Kjo bëhet me qëllim të ofrimit të një transparence edhe për vëzhguesit të cilët janë të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile. Po, për sa mund përfundoj ky proces, e thatë ju, me që në komuna tjera thuj se vetëm është afru dhe për sa mund ta kemi një themi certifikimin e rezultateve, zotë Elezi, a mund të flasim parafërsisht, sepse sigurisht nuk për shkak të shumë çështjeve nuk dihet sakt, por parafërsisht mund të shkoj një javë, ndoshta 10 ditë që nuk natyrisht nuk do të japim ndonjë datë caktuar. Në çdo janë 2571 vendvotime, të cilat do të verifikohet rezultati. Në secilin vendvotim, pra me qenë se zgjedhjet kanë qenë të dy llojta, për kryetarë dhe për kuvende komunale janë nga 2 kuti votimi. Kjo do të thotë se numri kutive të votimit që i bie të trajtohen në këto qendra komunale është më shumë se 5000. Do të shohim ecurin, mbarvajtjen e përgjithshme, pastaj besoj që shumë shpejt mund të kemi edhe një pasqyrë më të qartë se sa ditë do të zgjasë gjithë ky proces, por në bazë dinamikës dhe asaj se si është zhvilluar deri më tani në komuna tjera ka shkuar mirë. Platforma e rezultateve është duke funksionuar, nuk ka asnjë problem, do thotë edhe problemi që është paraqitur me internetin e dobët nuk ndërlidhet fare me funksionimin e platformës së rezultateve. Kjo platformë e rezultateve, përveç që na ka mundësuar transmetimin e rezultateve preliminare, shërben edhe për të tabuluar, për të evidentuar verifikimin dhe numërimin e votave të kandidatëve për kuvende komunale. Kam një pyetje krejt fundit, zotë Elezi, keni vrejt gjatë këtij procesi nga dita e djeshme ndonjë parregullsi që do të mund ta themi
preshte ose të cënonte votimin ose një qënë të dikur në një vletë votim? Me aq sa kam njohuri, nuk ka pasur ndonjë ankesë për ndonjë qendër komunale për zhvillimin, do thot për aktivitetet që zhvillohen në qendër komunale, nuk ka pasur ndonjë ankesë, ndoshta më mirë është të interesoni tek paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa. Sipas ligjit, çdo procedurë e cila zhvillohet në këto qendra mund të jetë objekt i ankimimit në PZAP, në rast se palët sigurisht kanë pretendime apo konsiderojnë se në ndonjë rast nuk është vepruar sipas procedurës apo ligjit. Me sa ka njohuri, nuk ka pasur ndonjë ankesë, por megjithatë PZAP mund ta konfirmoj këtë ose të paraqes të njoftoj më gjërësisht nëse ka pasur ndonjë ankesë. Sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe për aq sa na takon neve, përgatitjet dhe ky proces është duke vijuar mirë, normalisht në përjashtim të atyre sfidave që i përmendëm në 3 qendrat komunale të numërimit dhe që po punohet të tejkalohen. Po, zoti Lezi, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte që e kishe në InfoD. Faleminderit dhe juve, Vladi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, pas kësaj lidhje direkte tani kem një intervistë tjetër këtu në studio me analistin politik Shemsi Jashari, me cilin do të zhvillojmë një intervistë rreth rezultateve të zgjedhjeve dhe tani koalicioneve të mundshme që mund t'i kenë partitë politike në raundin e dytë pra në balotazh, si dhe për krijimin e qeverisë së re, të cilës tashmë ka nisë rrjedhafati ligjor për partinë fituese dhe kandidatin ose mandatarin për kryeministër zotin Albin Kurti. Zoti Jashari, mirë se erdhën në InfoD. Mirë. Zoti Jashari, për nisëm për kësaj të fundit, do thotë rrjedhësafatit ligjor për krijimin e qeverisë qendrore, domethënë kemi më shumë se 8 muaj prej kur bëjnë zgjedhjeve, tani po rrjedhafati për formimin e qeverisë. Besoni që do të kemi deri me 26 tetor, kur edhe s'ka dhënë ky afat ligjor, një qeveri fuqi plote? Po, në rand të parë nuk ka qenë arsyeshme vonesa kaq e gjatë dhe lënia e shtetit pa institucione me mandat ligjor. Kjo periudhë prej shkurtit deri tani, këto vonesa kanë prodhuar shumë vendime të palegjshme, shumë dëm financiar edhe shumë mungesë të veprimeve që do t'i shërbenin qytetarit për shka dhe kanë votuar me nënshkurt. Fakti që kemi hyrë në afate kushtetuese kur mandatari duhet ta prezantojë kabinetin qeveritar për votim në kuvend, është mirë, më në fund po përmbyllet një proces, edhe këto nëse nuk kemi në ndërkohë ndonjë ankesë nga lista sërbe të gjykatës kushtetuese e ndonjë masë të përkohshme derisa të del një gjykim tjetër, diçka që është paralajmëruar nga lista sërbe, po sidoqoftë është mirë që kemi këto afate, të paktën të definohet, o do të kemi qeveri, o do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme që besoj është mirë për qytetarin më në fund kjo agoni të përfundoj, po duket edhe po konfirmohet që zgjedhjet lokale kanë qenë arsyeja që nuk kemi qeveri deri sot, edhe ato kalkulimet partijake që zoti Kurti ka bërë në rand të parë, po edhe parti tjera për të kryer procesin zgjedhor lokal e pastaj për të shikuar se si veprohet, të ndërtohet një qeveri apo të shkohet në zgjedhje të reja, që unë besoj që opsioni më i mundshëm është shkuarja në zgjedhje. Po, megjithatë, po e thoni këtë edhe nga fakti që kemi pa deklarime të ditëve të fundit edhe të partive opozitare, ish opozitare, themi, që kanë thënë që nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin, ndërsa edhe Kurti sot do të më herët e pam në lajme që ka deklaruar që ende nuk ka filluar të kontaktoj partitë tjera për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar një koalicion qeverisës, por thash duke bërë një plan. Çfarë plani mund të jetë ky, zoti Jashari? Mund të ketë kontakte të drejtë për drejta me deputet veç e veç? Po zotit Kurti ishte mandati të bu plane po harron që është dashur me fillu me punu diçka. Në këtë rast nuk do të kemi qeveri. Fakti pse do të kemi qeveri është sepse Albin Kurti nuk don qeveri, don zgjedhje tjera. Dhe fakti që deri më tash as nuk ka filluar konsultimet pas marrjes mandatit, ishte e çuditshme në rand të parë kjo ngutia
për të thirrë seancën për të kryer procedurë formale me emërimin e nënkryetarit nga komuniteti Pakisë Serbe, pastaj marrja e mandatit nga presidentja si mandatar për krijimin e qeverisë, gjithë kjo ishte në funksion të fushatës edhe të zgjedhjeve që i patëm të dielën, të zgjedhjeve lokale, po sido që tjetë më në fakti që kjo deri me tani nuk e ka asnjë iniciativë drejt partive tjera që do të mundëson në sigurimin e numrave, tregon që nuk do të ketë qeveri, e një arsye që dihet tashmë është zgjedhja e presidentit në mars prill, kur i s'ka dhënë mandati, atu është gjithçka që sillet, edhe pa një marrëveshje të madhe që do të mund ta bënte vetëm me LDK-n, me asnjë tjetër, nuk do të ketë qeveri. Po megjithatë, zoti Jashari, nëse ligjërisht i takon edhe partisë dytë formimi i qeverisë, tentimi themi, në qoftë se partia parë nuk arrin të t'i bëj numrat për ta formuar qeverinë e re. A besoni që nëse dështon zoti Kurti deri me 26 tetor atëherë mandatarit i shkoj PDK-s dhe ndoshta partitë ish opozitare të bëjnë një qeveri dhe të mos shkohet në zgjedhje, sepse të mbashin 3 palë zgjedhjen brenda këtij viti do të ishte një dëm shumë i madh për buxhetin, por edhe qytetarët do të lodheshin duke votuar kaq shpesh? Po, në rand të parë është pa përgjegjësi ndaj besimit qytetar që është marrë prej nën shkurt deri sot me lan pa në qeveri legjitime dhe fakti pse ka ndodhur kjo, domosdoshmë nuk ka ndodhur rastësisht. Domosdoshmë gjithçka është matematikë politike e zotit Kurti dhe edhe po ta konsumoj, edhe do ta konsumoj këtë fatin 15 ditor pa një rezultat pozitiv, kur japet mundësia që mandatarit të japet edhe partive tjera ose ati, ma mirë me thonë ati që i siguron numrat, dëshmit se ka numrat mjaftueshëm për të marrë mandatin nga partitë që dikur ishin në opozit, unë mendoj që prapë nuk do të kenë mundësi të sigurojnë këta numra për faktin që Lidhja Demokratike e Kosovës që nga fillimi ka qenë ai qelsi që i ka mundësu lojën zotit Kurti për të thirrur se s'ka numra dhe bllokimi me kuvendin, po do t'i mundsoj edhe shkuarjen në zgjedhje për faktin që LDK dhe zoti Abdigjiku nuk dojnë që t'jenë pjesë asnjë kombinimi, as partive opozitare, po as zotit Kurtit dhe lëvizjeve vetëvendosje. Dhe gjithçka prap do të varet nga një marrëveshje e mundshme që zakonisht për politikan nuk është shumë çudi pse ndrojnë qëndrime dhe pse shohin interesa të ngushta për pushtet. Nëse Vjosa Osmani është kombinim për të marrë mandatin e dytë me votat të LDK-s dhe zotit Abdigjiku si mandatin e parë, atëherë nuk është çudi nëse do ta kemi një qeveri lëvizje vetëvendosje LDK. Por në këtë fazë unë prap më të mundshme i shoh zgjedhjet sesa që do të ketë një qeveri që do të merr mandat. A beson që mund të jenë edhe kalkulimet në balotazh për komunat ku ndodhen partitë politike që t'i shfrytëzojnë dhe të ndihmojnë njëra tjetrën edhe të bëjnë një marrëveshje për koalicion edhe në nivel qendror, në këtë rast LDK-ja dhe vetëvendosja, ku po shihet si mundësia më e madhe për të bashkëpunuar, sepse vetëvendosja ju e dini veç ka deklaruar që me PDK-n nuk do të bëjmë koalicion. Ka qenë një deklarim i dyanshëm, domethënë edhe lëvizja vetëvendosje nuk e preferon PDK-n për koalicion, po ka qenë po ashtu një përgjigje e prerë edhe nga PDK se nuk don që të jetë pjesë e një koalicioni e shet pamundshme për shkak të çastit së zotit Kurti. Po për marrëveshje për balotazhin unë e mendoj që do të jetë më e mundshme që në balotazh të ndihmohen njëra tjetra LDK dhe PDK në ato komuna ku LDK ka balotazh me lëvizjen vetëvendosje do të kërkojnë ndihmën e PDK-s dhe subjekteve tjera të vogla dhe në ato komuna ku PDK është në balotazh dhe nuk është LDK, atëherë do të kërkojnë ndihmën nga LDK dhe subjekte tjera. Do thotë është shumë e natyrshme duke qenë se vijnë nga opozita dhe shto këtu që mendësia politike e lëvizje vetëvendosje nuk krijon hapësirë për bashkëpunim. Çka do të thonë që edhe po donin të bashkëpunojnë parti tjera me lëvizjen vetëvendosje, kanë vetëm një mundësi. E ajo është në nshtrimi para tyne, për ndryshe ata nuk dinë se çka është bashkëpunimi dhe çka është kompromisi dhe çka marrëveshja politike. Prandaj në të gjitha komunat ku kemi balotazh dhe ku njëra ose PDK ose LDK është pjesë e balotazhit dhe tjetra jo, përveç ato komuna ku mund përballen njëra me tjetrën, unë mendoj që do ta ndihmojnë njëra tjetrën për shumë arsye. Arsyeja kryesore është që është e pamundshme bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje. Po, a beson që
qytetari do të mund t'i ndeshkoj, themi kështu, partitë politike, nëse si me thonë, vendosin ta çojnë vendin në zgjedhje edhe një herë në këtë vit, sepse është folë shumë fillimi i dhjetorit që mund të ketë zgjedhje sërish. Po unë mendoj që qytetari do duhet t'i ndeshkonte. Tash mbetet për partitë politike, për përfaqësuesit e tyre, ta argumentojnë para qytetarit arsyeën pse kemi mungesë të institucioneve, pse u dasht me vazhdu vendi pa një qeverisje legjitime qysh nga shkurti e deri sot, dhe pse duhet me shku në zgjedhje, të votojmë prapë për të njëjtit njerëz, cilët na majtën bllokuar dhe cilët e keqpërdorën besimin qytetar. Do të thonë, me siguri që do të ketë ndëshkim, unë pres ndëshkim, dhe se sa do të jetë ndëshkimi i madh, atëherë metet me pa se sa mirë dinë partitë politike me e argumentu arsyeën pse s'kemi institucione. Në këtë, kur flasim për çështjet e argumentimit, dim që lëvizjave vendosje përdor shumë propagandë dhe shumë makijazh për t'i servu qytetarit, e që është bukur vështirë për një qytetar ta ketë të qartë se kush ka faj, se çështjen ose elementin e viktimizimit e lëvizjave vendosje din me lujt bukur mirë. Dhe më thonë akuza ndaj të tjerëve, që qoftë edhe para 15 vjetë që ka ndodhur ata sot e përdoren si argument për mungesën e rezultatit tyne, po ashtu edhe arsyejmë pse s'kemi institucione, me siguri që do t'i kemi atë narracionin që tashmë veç e kemi ndëgjuar bukur shpesh që janë parti tjera fajtore pse na s'kemi qeveri, po jo këta që kanë mandatën edhe asnjë veprim se kanë bërë. Po, megjithatë kjo do të shihet tash në këtë kohë kur a do të jenë numrat për formimin e qeverisë, sepse tek e vonit për konstituimin e kuvendit mund t'ju hidhet faj ndoshta të gjithë dhe nga pak, kush më shumë, kush më pak nga përgjithësia ose forca politike që deputetëve që i ka fituar në zgjedhje, por tani është ajo, si me thonë, do të shihet ai faj kryesor, ai ka apo si ka numrat, secila, qoftë vendosja qoftë ish partitë opozitare. Megjithatë, duke pa këtë kontekst të zgjedhjeve, si pat këto që u zhvilluan me 12 tetor, fitoj dikush më shumë, i pritet këto rezultate, sidomos në komunat e mëdha? Po t'jemi sinqert, qytetari ka notën 10, si zakonisht. Ditën e zgjedhjeve është dita e meqit, më s'paku incidente edhe të natyra të tjera që nuk lidhen me procesin zgjedhor fare, e që vetëm për këtë aspekt është dita më e mirë, nështë e kështë vlet me marrë zgjedhje shpesh. Përndryshe, incidentet ose ato telashet e vogla që ma shumë teknike që kanë ndodhur gjatë ditës nuk kanë cenu integritetin e zgjedhor, nuk kanë ndikuar në rezultat edhe nuk kanë prishat imazhin e mirë, atë procesin e mirë zgjedhor. Dhe atmosferën zgjedhore. Po, ndoshta ato detaje teknike që disa votues nuk e kanë gjetë emrin në një qendër të votimit, por në një qendër tjetër, është një përgjegjësi e KQZ-s, është dashur ta ketë më shumë parasysh faktin që regjistrimi i popullsisë ka ndodhur në një kohë të afërt dhe përditësimi të dhënave në sistem pas regjistrimit të popullsisë, ku qytetarët kanë deklaruar adresën primare të tyre, ka ndikuar, është njëra prej arsyeve që ka ndikuar në ndryrimin e vendvotimit me automatizëm. Kur është fut në sistem, atëherë me automatizëm e ka sistemuar një qendër votimi në rajonin adresën e re ku ka deklaruar si adresë primare, shto që kemi shumë qytetarë që kanë në një komunë tjetër shtëpinë ose banesën në qytet, nëse është regjistruar në Prishtinë, ju ka bartur në Prishtinë qendra votimit, ose kundërta nëse është regjistruar në komunën tjetër, ka mujt atje me ju bartë qendra votimit. Këtë detaj as nuk e kanë shpjeguar mjaftueshëm KQZ e as partitë politike për antarësinë e vet. Si rrjedhoj, kemi pas disa raste të raportuar gjithandej që qytetarët saktuar nuk e kanë pas vendin e votimit ku kanë votuar me nën shkurt, i ka dalluar prej këtyre zgjedhjeve lokale. Përndryshe nuk ka pas, ishte nëse zgabojnë fushë Kosovë, dikon disa pjesëtarë të komunitetit rom që janë zonë duke fotografu votën, ose incidente diçka ngjashme, por jo për ta prishur procesin. Përgjithësi ka qenë procesi mirë. Rezultati kam prit balotazh në disa komuna dhe me qenë sinqert kam prit një ndëshkim më të madh të mos punës së kryetarëve që kanë qenë në detyrë deri sot, pavarësisht subjektit politik. Thoni që nuk u ndëshkuan mjaftueshëm edhe ata që nuk punuan?
Unë mendoj që nuk është ndeshku mjaftueshëm për faktin që kanë qenë 4 vite të gjata edhe gjatë fushatës zgjedhore më shumë kemi ndëgjuar ankesa se si s'kanë mujt me kry punë për shkak që kanë qenë të penguar nga dikush, sesa që kanë tregu sakt se si kanë qenë kreativ me gjithë zgjidhje kur kanë hasë në probleme. Ne edhe në shpe kur nisëm në investim kemi disa telashe gjatë rrugës, por nuk në kupton që duhet me udhërzu me lënë pa bu diçka. Këtu tunis pe i kryeqytetit e gjitha kryetarë që kanë qenë prej ashtu këtu disa që kanë performuar shumë mirë dhe kanë shku pa balletazh, është pa rezultati tyne nëse marrëm për shembull Agim Aliu në Ferizaj ose në komuna tjera ku kanë shku pa balletazh, kanë treguar që qytetarët megjithatë janë të kënaqur me atë performancë, pavarësisht se sa e mirë mund të ketë qenë, janë mendoj 2 arsye pse dikush shkon pa balletazh, ose ka mungesë të konkurrencës nga subjekte tjera, është oferta më e dobët në opozitë se sa ata që janë në pozitë, s'kan punu mjaftueshëm për të rrezikuar fitore, ose me të vërtetë kanë punu për ato mundësi që i kanë pas edhe qytetarët e kanë shpërbly punën e atyre që kanë kalu pa balletazh. Si ke si me thonë, fitore në Agim Aliut, tash e disa mandate, është mandati 3 i plot që e merr dhe një ka pas në gjysmë më herët në fillim, ku mirë po nuk është promovu shumë nga PDK-ja, nuk është fol shumë për këtë fitore, sepse Ferizaj dihet është një qytet jashtëzakonisht i madh dhe që është investuar shumë në të. Mirë po më shumë është fol për nështë kryeqytetin ku kanë dalë të tretit dhe si i kanë rritë do vota. Domethënë, si ke po në garën e kryeqytet, fitora në Agim Aliut, por edhe Mitrovicën se ka qenë jashtëzakonisht interesante për në këto zgjedhje, edhe pse kanë qenë veç 4 kandidatë. Kur flasim për Ferizajin, mendoj që ka qenë një konsenzus në heshtje që Agim Aliu fiton. Domethënë nuk është lajm pse fiton Agim Aliu. Marë për asysh kundër kandidat që i ka pas, po mos shumëti rezultati punës e Agim Aliut. Do të thotë, pavarësisht që modelet e mira duhet promovuar gjithmonë, kur nuk është shumë e i promovu, mendoj që PDK-ja e ka anashkalu Ferizajin për faktin që gjithë e kanë ditë me kohë që fiton ai, domthonë ka qenë i pa konkurrencë në fitore. Kur flasim për Prishtinën, Prishtina si kryeqytet e ka atë rëndësinë e madhe edhe atë imazhin përtej numrave që kush qeveris me kryeqytetin, thujase qeveris me gjysmën e qeverisë, edhe kjo ndikon shumë edhe në imazhin e partive politike për zgjedhje tjera kur do të mbahen ato. Prandaj ka qenë edhe një garë bukur e ashpër, edhe na doli me një rezultat shumë të parafort të 3 kandidatëve. Ajo që bjen sy është performanca e mirë e kandidatit të PDK, Suran Ismali, i cili ka një rritje dikon 10.000 vota nëse s'gaboj pe procesit kalum. Po ashtu ishte. Po edhe kemi një nëm performancë të kryetarit aktual Përparim Rama, po ashtu edhe një performancë jo të mirë edhe në rënje në përgjithësi nga kandidati i lëvizjeve vetëvendosje. Pavarësisht që kandidati i PDK-s nuk arriti të hyjë në ballotazh, e kjo për faktin që si subjekt politik e ka atë mbështetje që e ka në kryeqytet ndër shumë vite, edhe kjo rritje nuk i mjaftoi të hynte në ballotazh, po mendoj që ato përplasjet publike me drenasin i kanë kushtu edhe Prishtinës, edhe Mitrovicës për faktin që si rajon edhe si kandidat për kryetar kanë qenë të atakuar me idenë se dikush nga Skënderaj ju qëndron mbrapa ose i dirigjon ose thjesht janë propaganda që përdoren gjatë fushatave, që nuk ka asgjë të vërtetë në atë fakt, po kjo të një pjesë elektoratit lënë shihen sikur nuk janë vetja dhe vendos që të mos i mbështetin. Ndekoj, domethënë ky menaxhimi i keq, siç e kanë pa të gjithë i PDK-s, i strukturave të larta që ta largojnë zotin Lladrovci dhe të jetë ky rezultat tani si është? Mendoj që kryesia e PDK-s është dashur ta menaxhojë ndryshe. Më thonë, si ndryshe, do duhet që me kohë para procesit zgjedhor të ti definonte sakt çështjet me zotin Lladrovci, duke pas parasysh profilin e zotit Lladrovci edhe atë vullnetin e tij që publikisht ti çroi hesapet me çdo që ballafaqohet. Domethënë atë diskursin edhe përplasjet ai ka qef me i bu publike, domethënë në publik përmes mediave dhe të e njohë si karakter. Pavarësisht që zoti Lladrovci është
ndërru me çmim si komunë për shkak menaxhimit mirë që e ka pas ndër vite, ka marrë grant të performancës, gjitha këto, po kur flasëm për partitë politike, megjithatë është një hierarki, është një strukturë, janë një vendimmarrje që zakonisht ndodh, kështu që gjitha këto mendojnë që i kanë nënvlerësu si rrezik kryesia e partisë, e kanë nënvlerësu edhe mundësinë e reagimit të zotit Lladrosin deri në këtë mas çfarë e pam, dhe si rezultat e pam që zoti Lladrosi triumfoi në atë betejën publike që pat me kryesinë e partisë. Edhe pse ai po deklarohet që unë jam PDK, do të kthehen në zyret PDK-s, nuk largohen nga PDK, e gjitha këto po është pak vështirë. Po sepse ai e ka kundërshtuar mënyrën e kandidimit edhe të zotit Petrit Hajdari, sepse ai thoshte që asnjëherë s'ka ndodhur që në kryesi të partisë të caktohet një kandidat për kryetar komune. Zakonisht kanë shku propozime prej Degës. Domthonë ka qenë konsensusi i Degës, është votu dhe është dërguar në kryesi, ky është kandidati jon, cilin do ta mbështesim. Kësaj radhe nuk shoj ashtu. A ishte ky menaxhim i keq për këtë po them sepse u tentu të largohet dikush dhunshëm një kryetar? Në aspektin formal, PDK ka qenë rregull. Proceduralisht po flas. Në aspektin njerëzor, mendoj që është dashur të ketë parasysh specifikat e individëve me të cilët ka pas më u përball edhe me pas debat edhe publik, siç ndodhi me zotin Lladrosi. Pse po them në aspektin procedural ka qenë në rregull për faktin që kryesia Degës së PDK-s në Drenas ka qenë e emëruar, jo zgjedhur përmes një procesi të rregull zgjedhor, ku një antar një vot, zgjedhet kuvendi, mandej pi kuvendi del kryesia, votohet edhe merr mandatin e plot. Do thot për shkak shumë rrethonave dhe proceset shpeshta zgjedhore, PDK-ja nuk e ka kry ciklin e brendshëm zgjedhor. Dhe kjo ka bë që mendoj që ka prit një kohë të përshtatshme, për shkak që procesi i brendshëm zgjedhor zakonisht prodhon edhe pak kënaqësi, merr kohë në zbatim dhe këto zgjedhjet e shpeshta që ne po i kemi mendoj që kam prit pak edhe procesin e Hagës se si po përfundoj, për shkak që mendoj që ka një ndikim bukur të madh se çfarë po ndodh me verdiktin final atje. Dhe kjo, sidoqë të jetë, kemi ardhur në këtë situatë ku ata nuk e kanë kryer procesin zgjedhor të brendshëm dhe janë detyruar në disa komuna, nëse unë nuk gaboj një statistik dikun, e kam pasur që janë 10 komuna, 10 degë të PDK-s të cilat janë kryesitë e emëruara dhe jo të zgjedhura. Prandaj, në kryesitë e emëruara ju japet mundësia e propozimit edhe jashtë kryesisë për faktin që ata pavarësisht janë ngarkuar me ushtru detyrën, nuk e kanë legitimitetin burimor për antarësisë dhe ju japet mundësia që nëse ka kandidat plus atyre që propozohen nga kryesia në detyrë që të votohen në nivelin qendror. Po them proceduralisht në rregull, në aspektin njerëzor është dashur të parashikojnë këto që ndodhen edhe këtë efektin që e pat për rreth që unë gjallë një narrativ që LDK ka përdor shumë gjatë shumë palë zgjedhjeve, sikur dikush nga Skënderaj po don me menaxhu me dika nga Prishtina ose nga Mitrovica ose nga Ushtria. Besa edhe në PDI është përdor shpesh ai zhargon për qëllime elektorale vetëm. Dhe prandaj ka pas mundësi me menaxhu ndryshe, sidoqë të jetë ne kemi sot në rezultat ku zoti Lladrosi është kryetar komune, edhe merr të mirë që edhe kundër kandidatit i ki shuru publikisht për fitoren, e që është një sinjal i mirë që pavarësisht atë mos pajtimeve politike, rezultati pranohet edhe ecë tutje. Po, kam një pyetje tjetër rreth koalicioneve kur i shohim, sepse janë shumica e komunave të mëdha, themi kështu, ka shkuar në balotazh. Kemi Prishtinën, Mitrovicën, Prizrenin, Pejen, Gjakovën dhe Gjilanin. Megjithëse në Gjilan është një rezultat goxha i ngushtë dhe kandidati i vendosjes edhe mund të fitojë pa balotazh nëse i merr votat, shumicën e vota nga diaspora dhe ato me kusht që janë ende pa u numëru. Si sheh kalkulimet në këto komuna? Kush ku mund të bëjë dhe kush ku mund të fitojë? Por mendoj që edhe Gjilani edhe Mitrovica kanë gjasë të përfundojnë pa balotazh. Gjilani për shkak një 0.5% nëse zgaboj përqindjes votës që i duhen për me kalu 50% që edhe me fitu, pritet aja me votat e diasporës të ndryshoj, ndërsa në Mitrovic edhe për votat të diasporës, po edhe një fakt tjetër që të paktën as sa kanë dëgjuar në media, ka filluar një proces hetimi për një anomali që është shfaq rreth publikimit të sondazheve
rreth matjeve në teren edhe një ndryshimi drastik dhe Se kishte huqjet madhe në momentet e për këtë fundit, komunë. sikur t'ishte vetëm një organizatë që e bën ato exit poll, me siguri që mendja parë do të na shkonte që ata kanë bërë diçka, po nëse kemi 3 organizata që kanë bë, 3 kompani që kanë bë matje edhe të trijat e kanë huq me atë shkallë, më thonë vetvetiv diçka s'është në rregull. Para çka unë e pash në rrjetet sociale, do të thonë është duke u bën një hetim, dhe nëse ky hetim gjen që ka pas një manipulim të votës në momentet fundit, edhe ka bë ky ndryshim, Mitrovica mund të shkojë pa balotazh. Po sidoqoftë, nëse ka balotazh, unë mendoj që gara në Mitrovica do të jetë e ashpër, tash e kemi pa vetë gjuhën e ashpër dhe jo të përshtatshme, jo dinitetshme që ka fillu lëvizja vetëndosje, për ndryshe kandidati i Mitrovicës ka qenë kandidati yll i këtyne zgjedhjeve, ka performuar mirë, ka qenë shumë i kulturuar, ka qenë shumë bens në shpjegimin e programit, ka refuzuar me hy në një përplasje ofendimesh me kundër kandidatet dhe mendoj që ka qenë shkollë që duhet merret si model për ata kandidatë në të ardhmen kush garën për jo vetëm për nivelin lokal. E këtu një merit veçantë ka zoti Bedre Hamza, i cili ka përgatitur një kuadër si ai, i ka dhënë hapësirë për me u përgatitur deri në atë mas, edhe e la të lirë në këtë fushat, pa i shku mrapa, pa tentu me ja marrë kreditin politik, pa rregjoks se une jam mastina, po e la të lirë edhe u pa që u mirëpret në nivel vendi, po në këtë rast edhe me vot ka qytetari Mitrovicës, e shto këtu faktin që qeveria e Kosovës, niveli qendror, ka qenë e garë me Arjen Tahiraj. Nuk ka qenë vetëm zoti Peci si kundërkandidat, por ka qenë kryeministri Kurti me krejt establishmentin e qeverisë. Dashka për shkak të specifikave, domethënë të qeverisë që ka qenë goxha e pranishme në Mitrovicë, themi, edhe në Veria, Nenaj, dhe ndoshta si më e ka pas shumë të rëndësishme që ta ketë në menaxhim si komunë edhe pjesën, domethënë pjesën jugore. Por a mund të hynë kjo në kombinim edhe themi Prizreni, si qyteti madh kemi atje në balotazh PDK-n dhe vetëvendosjen, ku e shihni? Mund të ketë një bashkëpunim të PDK-s dhe LDK-s në kryeqytet dhe në Prizren, duke qenë 2 qendrat kryesore? Po, partitë politike garën primare kanë e bëjnë vetë. Garën sekundare në këtë rast balotazhin e kalkulojnë përfitimet më të mëdha që mund t'i nxjerrin. Unë besoj që në ato komuna ku LDK ka nevojë për mbështetje, për shkak që është në garë, do ta mbështet PDK-ja. Dhe si pjesë marrëveshjes pako, atu ku ka nevojë PDK-ja do të mbështeten nga LDK, atu ku nuk është në garë. Edhe pse këtu duhet të jemi të sinqertë që partitë politike nuk mund t'i orientojnë gjithë elektoratin e tyre. Për shkak që në balotazh qytetarët nuk vendosin më për favoritin e tyre, po për dikant që është zavendësim. Edhe zakonisht me logjikën e votuesit, po flas, e zgjedhin ato që është një keqe më e vogël sipas tyre, për shkak që ai mirë është kandidati i vet që ka pas në zgjedhjet primare. Prandaj aty ku ka leadership të fuqishëm në deg, edhe LDK, edhe PDK, edhe vetëvendosje, kushdo qoftë që menaxhon me deg, e kanë mundësinë që më shumë të orientojnë votën, për shkak ndikimit që kanë, besimit që kanë, lidhjes që kanë me elektoratin. Ato ku nuk ka leadership të fuqishëm në nivel dege, elektorati do të ndihet shumë më i lirë, nuk do ta ndëgjoj degen se çka po thot kryetari i degës ose kryesia e degës, më mirë me thonë, po do të vendosë sipas bindjes vet. E kështu që rezultatet mendojmë do të jenë bukur të paqarta, po unë besoj që shumicën dërmuese të komunave do të merr subjekte politike që vinë nga opozita, jo vetëvendosje. Po, pikërisht për këto pyetje të fundit kam Zdeshari, në raundin e parë kë pa të fituese të zgjedhjeve, duke pa edhe ato që kanë fituar pa balotazh, por edhe shkurja në balotazh. Sipas teje, kush ishte sepse po themi në raundin e dytë në balotazh do të mund ndërrojnë ai që mund të jetë ndoshta në shumë komuna në balotazh mund t'i humbë thojse për shkak të kombinimeve që mund të bëhen. Por sipas juve, e pa dikë fituese një njërin parti karshi tjetrës në raundin e parë? Po tash është çështje interpretimi, është lojë fjalës që partitë politike janë ka e përdorin. A është gota gjysmë zvrasa ose gjysmë e mbushur, domethënë edhe ato nëse Partia Demokratike e thirr si sukses, si fitore për shkak që ka numër më të madh të asamblezëve.
LDK-ja për shkak që i ka numër më të madh të votuesve për numër. Ndërsa vetëvendosja thirret në ata që më shumë ti komuna ka shkuar në balotazh dhe ka fituar 3 ose sa i fitoi. 3 fitoi pa balotazh dhe në 12 është balotazh. Domethënë është çështje interpretimi statistikash që i përdorin, po marrë në përgjithësi një subjekt politik që ka qeverisur 5 vjet me 50% të mbështetjes qytetare, unë mendoj që humsa më e madhe është lëvizja vetëvendosje. Me gjithë këtë liri të qeverisjes, për shkak që ka qeverisje e vetme, pa kushtëzime nga partnerët koalicionisht, është dashur që të ketë shumë më shumë komuna, shumë më shumë shtrirje në nivelin komunal, shumë më shumë besim dhe për shkak mundësive që i ka pas. Për ndryshe nuk qëndron keq lëvizja vetëvendosje, domethënë ka filluar një farë shtrirje, një farë stabiliteti në nivel lokal që ka pas shumë keq në zgjedhjet e kaluara. Potencialisht mundet me dalë me 7-8 komuna që mund të fitoj, po themi kështu. Nëse në 12 është në balotazh dhe mund të fitoj 3, 4, 5, ndoshta. Dhe a mund del si parti që... Unë mendoj që një kredit bukur të madh ka dhënë zoti Lumer Abdigjiku lëvizje vetëvendosje në zgjedhjet e së dielës. Domethënë fakti që e votoi propozimin për nënkryetar nga lista serbe 2 ditë para zgjedhjeve, la me u kuptu se lëvizja vetëvendosje u bë kuvendi, do të bëhet qeveria, se ai vrapoi te presidentja e mur mandatin për kryeministër dhe e krijoi një bindje që qeveria po bëhet, edhe një stres e njerëzve që kanë qef me shku me fituesin. Ata e panë si punë të kryme që një qeverisje plus 4 vjetë e kemi zotin Kurti, është punë e kryer. Edhe kandidat për kryetar që mund të ta ndihmojë. Rrjedhimisht kanë vendosur me votu për lëvizjen e vetëvendosje në nivel lokal me bindjen se do ta kemi 4 vjet në qeveri lëvizjen e vetëvendosje, qoftë për faktin që komunikimi është më i mirë në nivel lokal, niveli qendror kur vin nga një subjekt dhe mund të përfitojnë, qoftë për faktin e përfitimeve personale, punësimi, avancimi, të nderit, gjitha këto që zakonisht ndodhin në jetën e përditshme. Do thotë, mendoj që LDK-n e ka dëmtuar veprimi i LDK-s me votimin e nënkryetarit nga në kuvend, për themelimin e kuvendit, sepse ka pas mundësi me pritje 2 ditë, 3 deri mas ditës zgjedhjeve dhe pastaj të filloj, se ka qenë brenda afatit 12 ditësh dhe sipas gjykimit gjykatës kushtetuese. Po sidoqoftë, ajo çështje problem vetëm e LDK-s, është mirë që rezultatet jenë pranuar në përgjithësi, përjashto Mitrovicën ku është një garë që është vullgare nga gjuha, nga lëvizja vetëvendosje dhe kandidati i tyre atje, në gjitha komunat ka qenë qetë, s'ka pas ndonjë telash, është pranuar rezultati dhe kjo tregon se qytetari është i pjekun. Vetëm edhe klasa politike ka mbet me usill se i pjekun për me pas një shtet shumë të mirë. Faleminderit shumë zoti Ashori Qeshë në Infodesat. Kënaqësi si gjithmonë. Ndëruar shikues, ne kaq kishim për sot e ne do të shihemi sërish nesër, ju qëndroni me programet e DTV Media.